Rreth orës së 2 pas së mesnate, një debat i thjesht brenda një lokali në Manzë u shndrua në një tragjedi me 2 të rinj të vrarë nga arma e zjarrit. Ngjarja ndodhi përballë stacionit të policisë vetëm disa metra larg, duke tronditur banorët dhe duke nxjerrë në pa pasigurinë e zonës. Sipas dëshmisë së kamarierit Aldo Pepa, gjithçka filloi kur 2 klientë, Aranit Kurti dhe Daniel Pepa, kërkuan të shërbeheshin me kafe pavarësisht orës së vonë. Pepa u kishte shpjeguar uniformave blu se ekspresi ishte i fikur dhe nuk mund të shërbente. Sipas tij, klientët filluan ta ofendonin, ndërsa tensioni u rrit. Në këtë moment, Flori Paluci, një klient tjetër 33 vjeçar, ndërhyri për të mbrojtur kamarierin. Ai nxori një pistolet që mbante paleje dhe qëlloi ndaj Aranit Kurti, duke lënë të vdekur në vend. Kamarieri Aldo Pepa deklaroi se Paluci kishte tentuar të ndalonte ofendimet dhe situata u përshkallëzua tragjikisht brenda pak minutash. Ngjarja nuk mbaron këtu. Daniel Pepa, i armatosur dhe me precedent penal, reagoi menjëherë pas vdekjes së shokut të tij duke qelluar ndaj Palucit dhe duke shkaktuar plagosjen e tij. Ai u largua më pas me automjet duke e bërë të vështirë arrestimin e tij. Policia ka shoqëruar 7 persona për t'i marrë në pyetje, ndërkohë që pamjet e kamerave të sigurisë nga lokali dhe zonat përreth janë bërë pjesë e hetimeve. Dëshmia e kamarierit Aldo Pepa konsiderohet kyçe për të sqaruar motivet dhe rrethanat e ngjarjes. Nga të dhënat e deri tanishme, 2 të rinj që humbën jetën njiheshin mes tyre dhe banonin në të njëjtën zonë, ndërsa 2 prej tyre kanë precedent mëparshëm penal. Flori Paluca ishte arrestuar më parë për tentativë vrasje, ndërsa Daniel Pepa për plagosje. Forcat e rendit kanë ngritur postopëllogje dhe po kryejnë kontrolle intensive për kapjen e autorit të shpadhur në kërkim. Hetimet vazhdojnë intensivisht për zbardhjen e plotë të ngjarjes dhe për të përcaktuar përgjegjësinë e secilit.